Autoritetet kanë shpalosur masat për një verë më të sigurt, duke kaluar nga patrullimet klasike te kontrolli inteligjent. Ministri Besfort Lamallari u shpreh se siguria është fytyra e vendit, ndërsa theksoi se përtej pranisë së shtuar të forcave, risia kryesore është monitorimi nga ajri me dron dhe pajisja e njësisë detare me mjetet më të fundit për të mbrojtur pushuesit nga velipoja në Ksamil. Ne kemi marrë masat e nevojshme për të garantuar një sezon të sigurt, të qetë dhe të suksesshëm. Unë dua të ndalem veçanërisht në njësinë policore detare, e cila ka një rol parësor për të garantuar sidomos plazhet e vendit në mënyrë që të mos kemi incidente si në të kaluarën me mjetet lundruese. Kjo strukturë moderne, e ngritur për herë të parë në vitin 2023, sot është kthyer në një nga garancitë më të forta të sigurisë në hapësirën detare të vendit tonë. Nga velipoja deri në Ksamil, nga brigjet e Adriatikut deri në ujërat e Jonit. Punonësit e kësaj njësie janë çdo ditë në shërbim të qytetarëve dhe pushuesve. Ata monitorojnë hapësirat ujore, parandalojnë shkeljet, kontrollojnë respektimin e rregullave të lundrimit, ndërhyjnë në situata emergjente dhe mbi të gjitha shpëtojnë jetë njerëzore, dhe kjo është dëshmuar edhe fal bashkëpunimit me partnerët tanë si Guardia di Finanza dhe agjencitë e tjera brenda vendit, ku sigurisht policia e shtetit ka mbajtur peshën kryesore. Edhe gjatë këtij viti, gjatë këtij sezoni turistik, njësia policore detare do të jetë aktivisht e pranishme për gjatë gjithë vijës tonë bregdetare. 35 motor ujë, personel i trajnuar, patrullime intensive në të gjithë vijën bregdetare dhe monitorim nga ajri me dron do të jenë në funksion të sigurisë së pushuesve. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i policisë Skënder Hita konfirmoi se inovacioni teknologjik do të lehtësojë pushuesit duke aplikuar parimin zero ndalime pa shkak. Duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë një risi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruese direkt në hapësirën detare nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin Teams, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Paralelisht me sigurinë në ujë, kontrolli ynë do shtrihet me vendosmëri të plot dhe mbi operatorët ekonomik që zhvillojnë aktivitetin e tyre në bregdet dhe në zona turistike në zbatim të detyrimeve në kuadër të task force-s ndërinstitucionale. Gjithashtu, parandalimi dhe goditja e krimeve mjedisore, sidomos asaj akustike në te kalim të orarit, të përcaktuar me ligj, janë të tjera sfida për policinë. Argëtimi i disave nuk duhet dhe nuk mund të prish kursesi qetësinë e të tjerëve. Prandaj, kontrolli ndaj subjekteve që zhvillojnë aktivitete që gjenerojnë muzikë në zonat urbane turistike nuk do të jetë rutinë, por do të jetë një shërbim i pandërprer. Ku rrugët e Shqipërisë duhet të jenë sa më të sigurta dhe kjo arrihet nëpërmjet mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor që tashmë po aplikojmë. Zero ndalime pa shkak e arsye, shtim në maksimum i teknologjisë me qëllim që të parandalohen aksidentet dhe të evidentohen shkelësit e kodit rrugor. Ai sqaroi se fal sistemeve të reja si tableta të lidhura me Teams dhe radarëve inteligjent, regjistrimi i mjeteve detare do të bëhet në det, ndërsa në rrugë do të ndëshkohen vetëm ata që shkelin vërtet rregullat, duke shmangur radhët e panevojshme dhe burokracitë.